Pasi kalojmë këtë, kthehemi pastaj tek Shqipëria, ku mund të thuhet me plot gojen që vende si Gjermania, që është shtylla kryesore e Bashkimit Evropian, pas një kompromis ka kërkuar Zoti Rama imunitetin e Ballukut bashkë me Bashkimin Evropian. Por jo vetëm kaq, se kjo mund të ishte ky një qendrim parimor politik, të cilin vetë majoranca mund ta mbante ashtu siç e ka mbajtur në raste të tjera, apo jo? Sepse ky një qendrim që e ka thënë vetë Edi Rama. Po. Nuk jam të Gjermanë. Në ka mbajtur Edi Rama i pari dhe BE-ja dhe ka të drejtën sot ta kërkojë, meqense e ka vlerësuar të qendrimin në raportet e saj dhe nuk mund të kthehet mbrapsht dhe të anullojë ato që ka thënë. Siç anullon Edi Rama gjithçka që ka bërë. Dhe e dyta pastaj është që akuzohen se kanë sjell dosje si ajo e Akshit ose ajo e Porto Romanos në SPAK për të ndjekur. Pra të huaj që po sabotojnë Shqipërinë, rreziku gjerman për Shqipërinë që është ky, dhe që u thave nga Rama në mbledhjen që bëri me deputetët dhe ministrat. Mendoj që nëse do të ishte një kryeminist i përgjegjshëm, do të kishte përballë një shtet kryesor të Bashkimit Evropian. Zoti Rama duhet të bënte të zgjidhte mes dy veprimeve, ose të hynte në zgjedhje të reja, të anullonte premtimin me të cilën fitoi, po themi, zgjedhjet po i quajmë fitoi zgjedhjet e 11 majit, më pak se një vit më parë, që me premtimin që do të andasohen brenda vitit 2027, do të bëjë kapitulli, do bëjë proces, do futen proces në antarësimit, dhe të bëjë zgjedhje të reja pak të premtim, pra me premtimin që nuk do futemi në BE, nuk do izolojmë Gjermaninë, nuk do e lejmë të hyjë fare në Shqipëri, me gjithë rrezikun që mbart, dhe do jemi një vend që i pa integruar në Bashkimin Evropian, do integrohemi në lindje. Ose duhet të jap dorëheqjen dhe të hap rrugën një qeveri tjetër e cila i plotson kushtet që ata i vënë. Po Edi Rama nuk mund të bëjë të kundërtën e atyre premtimeve që fitoi zgjedhjet, të fusë Shqipërinë në përplasje me shtete si Gjermania, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse marrëdhëniet e tjera dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të vështira dhe shumë të këqija, dhe për interesat e veta. Nëse me këto dy shtylla të rëndësishme të marrëdhënieve ndërkombëtare, partnerët tanë kryesor strategjik, SBA veçanërisht për sigurinë, Gjermania veçanërisht për integrimin në Bashkimin Evropian, janë kundër Ramës, nuk ka zgjidhje tjetër. Shqipëria është quhet e izoluar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk mund të ketë një kryeministër i cili vazhdon të qeverisë duke na vënë në përplasje me ta. Ose të bëjë zgjedhje, që janë një referendum nëse ne do zgjedhim perëndimin apo lindjen, ose duhet të hap rrugën, të jap dorëheqjen dhe të hap rrugën një qeveri tjetër, e cila na çon në ruan marrëdhëniet me partnerët tanë kryesor strategjik që janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë, edhe një të fundit për këtë daljen Rama-Vučić, përse se duhet se të dy kanë këtë tezën dhe kanë pasur gjithmonë që ne jemi faktorët këtu me cilët duhet flisni, se po ikëm ne, se cili nga ne ju nuk e dini çfarë do vi pas nesh. Dhe europianët deri tani zakonisht e kanë ndjekur këtë. Mirë, po tani kur të dy janë të dyshuar, po them, të dyshuar për kapje shteti, për korrupsion, për shkelje të demokracisë, edhe për gjitha këto, ç'kuptim ka që dalin të dy bashkë. Zakonisht kur janë të dyshuar njerëzit shpërndahen, siç ndodh nëpër filma, kur i ndjekin ndahen. Po kjo që të dalin të dy bashkë nuk krijon më shumë dyshim akoma kur i shef. Është një lloj shantazhi që ose me ne, ose nuk do ketë Ballkan perëndimor që do të hyjë në BE. Në shantazhi është binomi i shqiptar-serb. Pra, Edi Rama duke marrë jo më kot edhe atributet e Kosovës, të shqiptarët të Kosovës dhe të Shqipërisë, me Vučićin që merr të Serbisë, të serbëve të Serbisë dhe të Bosnjës, dhe për të krijuar dy pole të rëndësishme serbësore të Ballkanit dhe ku të tjerët nuk janë të Ballkanit perëndimor, ku të tjerët janë të vegjël dhe nuk mund të ndërhyjnë, nuk mund të prishin asgjë ose nuk mund të rregullojnë asgjë. Mendoj që kjo ka funksionuar në fillim si binomi i paqes si ofertë, tani funksionon si shantazh.
por mendoj që krijimi i këtyre dy polve, i Ballkanit Perëndimor bipolar, enklava e Ballkanit Perëndimor fillimisht ishte një gabim shumë i madh, dhe ideja e Ballkanit Perëndimor bipolar që u ngrit shumë në kohën e kancelares Merkel, për mua është një gabim shumë i madh, sepse nuk ka asnjë lidhje, nuk ka asnjë të vërtetë terren. Sepse ata të dy vërtet kanë pushtetin në vendet e tyre, por influenca e tyre sot, por edhe disa vite më parë, nuk i kalon kufijt e pushtetit vet, as brenda vendit të tyre dhe as jashtë vendit të tyre. Pra, duket sikur influenca e Vučićit i kalon kufijt e Serbisë, por në fakt nuk është ashtu dhe ne kemi vënë dhe më vonë që nuk ishte ashtu. Që në fakt ishte influenca ruse ajo që i kontrollonte serbët e Bosnjës. Ashtu si ne kemi parë që influenca e Ramës në Kosovë është pothuajse zero, dhe sot edhe influenca e Ramës në Maqedoninë e Veriut është pothuajse zero, sepse ne e dim që ai ka zgjedhur tashmë aleancën me Ali Ahmetin, që është në opozitë, jo në pushtet. Kështu që kjo pralla e bipolarizmit dhe dy liderëve të përfaqësues të shqiptarëve dhe serbe nuk ekziston në asnjë rast. Shantazhi i tyre nuk mund të trëmb askënd, madje është aq qesharak sot sa mund të ndëshkohet fare mirë nga Bashkimi Evropian pasi pasojë. E qartë, jam kurios të dëgjoj dhe si shihet kjo nga Gjermania, do të dëgjojmë në 19:30 kur të flas gazetari Mikael